një zhurmë shumë të madhe. Dolëm jashtë, e këshirëm murin tokë, dhe unë tokë, kockat në tokë. Fëmijat vogël, u tutëm shumë. Ky e ka ikë murë sasit madhe, mbrojtëse nuk më ka qitë asnjë mbrojtëse. Tash vëshimet e mëdhaja dhe ka ardhur ky efekti tash. Pa që ky zgjidhja është edhe ky është diku për murcu. Sedat Hoti për Insajderin ka treguar se si shembur muri rreth shtëpisë së tij. Sipas tij, gjendjarja ka ndodhur si pasojë e punimeve që po i kryen fqinje. Këtë probleme kemi, kjo ka ndodhur para 2 javë domethënë që rrcu muri. Kohën e verës, në pushim ku jam konë, ku konë fjalla do me e këdhej, me kërmu dhejvin. Unë i kom thonë, është problemi jotja, ki leje ligjore, është ajo jotja, vetëm do shma mbrojt murin, se unë e kom ndërtu murin atë pozitën si që shini tashti. U konë ditë e garaja, pra 6-7 vjetë. Ky e ka ikë murin sasit madhe, mbrojtëse, nuk më ka qitë asnjë mbrojtëse. Tash vëshimet e mëdhaja dhe ka ardhur ky efekti tashti. Do thotë, ju e keni ndërtu murin për rreth që i ndan 2 tokat, me thonë, pjesën pronën e juaj dhe pronën e tij. Mirë, po për shkak gryrjeve të shumta që i ka bajë edhe në afërsi, është thy muri. Ka rënë një pjesë në tokë, po jo po frigonin që edhe shtëpinë ka me dëmtu tash. Si po shihet, po. Se ju ka afruar shtëpisë afër. Shumë tepër. A keni komunikuar me personin fjalë, a keni kërkuar që të paktën m'ia u kompenzu damën që ka bërë? Jo mundu me tana mënyra, nuk ka ardhur, ka refuzuar që nuk është që janë 2 minuta rrugë deri këtu. Edhe që 10 ditë jonë këtu, nuk ka pas kur farë, asë shumë mundu. Pra me shtëpi ju jeni afër me tash, vendbanimet i keni afër. Shumë afër. Edhe ai din që ju jeni të pakënaqur me këtë gjendje, e keni kontaktu, me thonë që po doni na i marrëveshje me arrit, po ka thonë jo. S'ka pas kur farë përgjigje për tina. Pa që ky zgjidhja është edhe ky është diku për murcu, do me thonë normal. Tash do me thonë nëse më gjendje këtu as marrë pushim verore, as Se ju jetën jashtë, shtëpinë e shfrytëzani veç për pushime. Veç për pushime, po. Edhe për këtë periudhë në shkurt që qëndrani Kosovës, po ndini sigurt me nejtë këto. Jo, garaja është në gjendje shumë kritike, ajo është para, edhe po shihet edhe shtëpia si afrohet. A i thot se shembja dheut ka shkaktuar frikë dhe pasiguri tek familja, gjë që u konfirmua edhe nga një familjare e tij. Jena ofër me shtëpi, edhe normal çdo të dalë ka pak në sas jashtë, edhe nitëm që një zhurmë shumë të madhe. Dolëm jashtë, e këshirëm murin tokë, dhe unë tokë, kockat në tokë, edhe ke një zhurmë jashtëzakonisht e madhe. Fëmijat vogël, u tutëm shumë për besë, pse mos me thanë, edhe u tutëm shumë, dolëm jashtë, është më shkurt me ru, se shihet edhe gjendja, është shumë keq për neve, që jetojmë këtu, i kena fëmin, nuk po mundena nëse smiru, aten ka shkojnë fëmija, do me thonë, është shumë keq. Ndërkaq, Ardita Hoti ka deklaruar se përveç shqetësimit për dëmet materiale të shkaktuara dhe frikës se situata mund të përkeçohet, ajo është veçanërisht e shqetësuar për sigurinë e fëmijëve. Ma shumë për fëmijëve u tuta, ma shumë për fëmijëve, se nuk din, ata është më i voli 3 vjetë edhe mundet më afrua për zidit se njës shkoshke, shpesh shkoj ke për mas atje me lujt me bicikl, që i bike rreth pjesës garajës, po ta është pjesa e ditë që s'pa kam udhëzu ma mi qela s'dyrë. Në anën tjetër, kryefamiljari Hoti ka hedhur akuzat të forta në drejtim të fqinjit F.M, si dhe ndaj disa zyrtarëve të komunës së Mamushës. Po çfarë mosa keni ndërmarrë ju? A keni denoncuar rastin dikur përveç që thënë komunë që në polici e kum bë kërkesën, e kum qitë ankesën për domin. Kanë thonë që duhet më shumë të këta të komunës. Ja kum lajmëruar advokatit. Advokati ka marrë masa, ka shku personalisht, ja ka gjojtë ofertën, ja ka nervozu, me një mënyrë shka për dushtu, me një fjallë. Edhe jemi detyruar tash me shku në gjykatë Prizrenit. Do të thotë, policia kanë thënë që me çun drejtoritë inspeksionit që më ardha ata me bë vlerësimin e dëmeve. Mirë, po në drejtoritë inspeksionit ku ju po pretendoni që personin fjalë ka edhe personat e tij aty brenda, ja kanë refuzuar këtë kërkesë. Ja kanë refuzuar advokatit po. Edhe ju po pretendoni se është një lidhje këtu që është një lidhje që po shihet që është një lidhje e madhe.